Përshëndetje miq të futbollit kosovar, sot do të startojmë ose do të analizojmë rastet e gjysmëfinaleve të Kupës së Kosovës, ku janë dy ndeshje, ku i kemi Drita që ka luajtur me Prishtinën, si edhe lojën e Llapi Drenica. Edhe shkojmë me xhiron e 28 të Albi Mall Superligës, ku ndeshjet që janë të zhvilluar ditën e premte, të shtunën dhe të dielën. Shkojmë me rastin e parë Dugaxhini Ballkani, këtu kemi një goditje me pjesën e bryllit në lojtarin e Dugaxhinit, ku këto goditje janë shumë vështirë që të shihen nga ana gjyqtarit, ja shiqo si është goditja, domethënë dhe kjo ndodh në zonën e rrezikimit, pra në 16 metrash, dhe gjyqtari në fushë nuk ka marrë vendim, sepse është vështirë që çka ndodhin pas sportit që ta sheh këtë pamje dhe nuk ka marrë vendim në fushë për penallti, mirë por pas rishqimit të varit ka akordu penallti me të drejtë. Shkojmë me rastin e minutës 70, ku këtu kemi një ndërhyrje të lojtarit të Dugaxhinit Tares, si e tërheq lojtarin e Ballkanit, dhe kemi edhe pretendohet për një prekje të topit me dorë. Në këto pamje që na afrohen sidomos pasportës janë pamjet më bindëse, ja shiqon lojtari i Dugaxhinit se si e tërheq për triku dhe e mban lojtarin e Ballkanit dhe pas rishqimit të varit nga ana e gjyqtarit, kjo me të drejtë anulohet kjo, se sikur mos të kishte tërheqje apo mbajtje për triko, do të ishte penallti, se dora është e hapur në pozicion laterale, mirë por paraprakisht ka ndodhur kjo ndërhyrje, domethënë tërheqje për triko dhe mbajtje, dhe me të drejtë është anuluar, domethënë bëhet lëshimi i topit nga dora, se është ndërhyrje. E ka marrë gjyqtari si ndërhyrje të palejuar dhe ka qenë goditje direkte për ekipin e Ballkanit. Kemi ndeshjen Sarika Prishtina, kemi në minutën 59, kemi një ndërhyrje të Limanit, i cili ndërhyr në rrugën e lojtarit me numër 88, ja shiqo si këmbën dhe ndal, domethënë edhe është me pjesën e krahut, është një shtyrje. E kemi ndarë të pamën shihet këmba Limanit se si e pengon lojtarin, domethënë nuk ka luftuar lojtari i Prishtinës Limani për top, mirë po shihet në ndërhyrje në shumë pamje që i kemi. Shihet ndërhyrja që hyn Limani në rrugën e lojtarit sulmuesit me numër 88 dhe këtu është duhet gjyqtari që të akordon penallti. Ja shiqo pamjet si e kemi, domethënë ndërhyrja si hyn në rrugë këmba e pengon, domethënë rrëzohet dhe këtu do të ishte korrekte që të mirët vendimin e fushën e penallti, mirë po edhe vari me siguri e ka rishqequ këtë situatë, por nuk e kaftuar që të vjen që ta shiqon edhe njëherë gjyqtari këtë situatë. Këtu kemi golin e rregullt të Prishtinës, do t'i kemi edhe pamjet ma bindëse që i kemi nxjerrur, ja shiqo këmba, domethënë e ka kalu perimetrin e vijës, domethënë topi, ja shiqo topi se është shumë brenda, kjo pamje na dëshmon që është goli i rregullt dhe pas kontrollimit të varit ka japë mendimin, domethënë mendimi i saktë ose vendimi i saktë, goli i rregullt, pra goli i tretë i Prishtinës. Në ndeshjen ndërmjet Gjilanit dhe Llapit kemi një rast të minutës 90+, ja shiqoni se si mbrojtësi e mban lojtarin me numër 99 të Llapit. Ja shiqo si e mban, nuk e lën të kthehet. Lojtari i Llapit është në posedim të topit, mundësitë e mirë për dalë rast për të shënuar. Rrezikun e merr lojtari me numër 6, domethënë i Gjilanit, ja shiqo si e mban në vazhdimsi, ja shiqo si e mban për dorë. Domethënë është një ndërhyrje e cila është mjaftueshme për penallti se e mban, e kemi ndalë edhe këtë moment. Ja shiqo sa afër edhe se Arditi Tahiri, lojtari i Llapit, si e ka në posedim topin, domethënë do të dilte jashtë që dhe bjen. Dhe pas vendimin në fushë nuk e ka marrë gjyqtari Kastrati dhe pas rishqimit të varit ka akorduar penallti. Kemi rastin e parë në minutën 49, penallti për klubin e Dritës, me të drejtë ja shiqo goditjen si Epson, domethënë hyn në rrugën e kundërshtarit dhe është ndërhyrje që shihet qartë që është brenda në zonën e 16 metrit, ja shiqo si e godet lojtarin azer dhe pengon që të del në një pozitë të mirë për të shënuar apo krosuar, ja shiqo këta pasporte se si vendos këmbën dhe ka ndërhyrje në rrugën e kundërshtarit, ku me të drejtë gjyqtari Jamarataj ka akorduar penallti. Kemi këtu rastin e minutës 87, edhe këtu kemi ku lojtari i Dritës është në pozitë shumë të mirë për të shënuar, ja shiqo lojtari me numër 34 se si nuk e ka qëllim topin, se si domethënë kërcen dhe pengon lojtarin që të vjen në pozitë të mirë për të shënuar.
Gjyqtari Jamorata nuk ka marrë vendim në fush për penalti, mirë po pas sugjerimit të VAR-it është shkuar në rishiqim dhe në bazë të këtyre pamjeve që i ka shiquar, ka vendosur për penalti, pra me të drejtë penalti për ekipin e Dritës. Shkojmë me rastin e parë ku kemi rastin e penaltis për Prishtinën. Gjyqtari ka qenë i pozicionuar mirë, po ndërhyrja është pas sportës, do më thonë pjesën e pasme që është vështirë gjyqtari që ta she, ja sheqo këtë goditjen ku është me gjuhë, që ky ka kombinat, do më thonë intenziteti me gjuhë nëse je në lëvizje, në vrapim, gjuhëria e ka shtyrë kombën dhe ja sheqo se ky pastaj zënë në këmbën e vetë, do më thonë për shkak të intenzitetit shtyrës që ka pas nga Ovuka, lojtari i Dritës në gjuhë, ka pësuar, ka hup orientimin lojtari ose pronësin që të vjetë të topi dhe është rëzuar ku shifet që e ka penguar Ovuka në vrapim të sipërt, nuk e ka iden lojtari se kush i vjen prapa, mirë për kontaktin e pjesën e gjurit ku komunal pamin, është mjaftueshëm dhe ka intensitet për penalti dhe merr shqiqimin, do më thonë vendimin e fush, nuk është marrë, por mirë po merr shqiqimin e VAR bazë të këtyre pamjeve gjyqtari Mehmeti ka vendosur për penalti për Prishtinën. Këtu kemi rastin që pretendoi për prekje topit me dorë, jashtë që gjyqtari që ka marrë vendim për prekje në dorë, mirë po këtu kemi me sugjerimin e VAR-it, do më thonë gjatë konsultimit me VAR-in, është ja për mendimin që topi është mrena, do më thonë në vijë, do më thonë vija është pjesë e zonës e 16 metrëshit, ku shihet që lojtari jashtë që distanca afër, topi pa pritshëm, nuk e ka qëllimin lojtarit e luan me dorë, dora është pozitë naturale, ja këto i kemi pamjet më të mira, ja që ka dorën të mbështetur për trupi, nuk kemi të bëjë, do më thonë, dora është pozitë naturale, justifikohet me lëvizjen e trupit, do më thonë me të drejtë, me sugjerimin e VAR-it, gjyqtari Çaka e ka lëshuar topin, bëhet lëshim topit nga dora.